A ka rëndësi edhe kohës gjatja, sa i mbajnë, apo caktohet varësisht prej problemit? Po zakonisht varet sigurisht nga kompleksiteti i rastit, po përgjithësi trajtimi ortodontik konsiderohet 18 muaj deri në 24 muaj. Ekzistojnë raste më pak problematike që zgjasin më pak, mirë, por edhe sigurisht edhe raste më komplekse të cilat zgjasin edhe më shumë. A ka një fazë kur konsiderohet e vonshme për vendosjen e aparatit? Realisht, aparatet ortodontike fikse nuk kanë ndonjë limit kohor, mund të vendosen edhe në moshat adulte, po ashtu edhe transparentet, vetëm që nuk reagojnë normal si një fëmijë në rritje, edhe rezultatet janë më stabile, konsiderohen nëse janë pacientat më të rritur, ndërsa nuk ka ndonjë limit kohor, ndërsa aparatet të cilat përdoren për një trajtim të hershëm ortodontik, të cilët ndikojnë në noflav, në balancimin e zhvillimit noflav sipër me të poshtme, ato sigurisht aplikohen në fazën e rritjes. A ka raste kur aparatet nuk kanë marrë rezultate, duhet edhe kirurgji pastaj? Sigurisht, tash për të diagnoza, për pas sukses terapia ortodontike duhet një diagnozë mirëfill, që fillon nga ajo intervista, anamneza me pacientit, pastaj ekzaminimi kujdesshëm intraoral, ekstraoral, funksional, analiza modeli që i bjen gojës së pacientit, röntgeni, analiza e skeletit, fotografitë, edhe ekzistojnë do të thotë disa parametra të cilët përcaktojnë a është një pacient për kirurgji apo vetëm vazhdohet me ortodonci, do të thotë sigurisht ka shumë raste të cilet trajtohen, sidomos çrregullimet e balancimit të nufllës së sipërme dhe të poshtme, të cilet duhet të thotë përkrahas trajtimit ortodontik duhet edhe bashkëpunimi me kirurgun maksillofacial.